Të nderuar telespektatorë, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Dritare. Kësaj radhe Dritare është shvendosur nga studio nr. 1 televizion shqiptar në shtëpinë e Ramizalis. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Dritare, zoti Ramizalia. Mirëmbrëma. Meqense kjo intervistë zhvillohet pikërisht për luftën, sapo kemi festuar 55 vjetorin të çlirimit të dheut, edhe pyetja ime e parë do të që çfarë përfaqëson lufta nacionale çlirimtare për ju si pjesëmarrës i saj? Faleminderit në radhë të parë që më jepni mundësinë të flas pikërisht në këtë ditë të madhe për gjithë popullin shqiptar. Besoj që çdo pjesëmarrës i luftës nacionale çlirimtare kur kujton luftën ka plot emocione. Sepse kujton ato ditë të vështira që kalonte populli ynë, kujton shokët e vrarësh, kujton ato vujtje të mëdha që i takoi atij brezi, por do të thoja edhe fatin historik që i takoi brezit ton për të bërë luftën që solli çlirimin e Shqipërisë. Lufta nacionale çlirimtare është një luftë e madhe, bile do të thoja nga luftrat më të mëdha të popullit tonë. Është ndoshta lufta e parë në historinë tonë kombëtare që solli lirinë e vërtet të popullit dhe përfundoi me liri, sepse populli ynë ka bërë shumë lufta gjatë historisë së tij, por jo gjithnjë i ka përfunduar me fitore. Nga ana tjetër, lufta nacionale çlirimtare ka rëndësi shumë të madhe, sepse e lidhi Shqipërinë me botën antifashiste. E lidhi me aleancën e madhe anglo-sovjeto-amerikane, e cila doli fitimtare në këtë luftë. Pra, e lidhi Shqipërinë me fitimtarët. Dhe kjo ka rëndësi shumë të madhe për historinë tonë, për historinë e popullit tonë. Për çlirimin e atë dheut dhanë jetën 28.000 dëshmorë, djemë e vajzë të këtij populli. Dhe kjo, padyshim, është një krenari për popullin tonë, se liri nuk u adhuroi kush, por e fitoi me gjakun e bijve dhe bijeve të saj. Nuk është folur pak së fundi se lufta edhe mund të mos ishte bërë pasi pushtuesit do të largoheshin vetë. Ku i ka bazat ky dyshim sipas jush? Do ta lidhja këtë pyetjen tuaj me një çështje me atë që po flisim pak më parë. Domethënë, me vendosmërinë e madhe që pati populli ynë në këtë luftë. Sepse protagonist kryesor i luftës tonë nacionale çlirimtare është populli. Janë djemtë e vajzat që luftuan me armë në dorë, por janë edhe nënat, baballarët, gratë e këtij vendi, fshatare e qytetare që mbajtën partizanët edhe me rrezikun e jetës, edhe me rrezikun e djegjes së pasurisë, siç u dogjen. Patin atë kohë, kështu siç thoni juve, nga krerë të ballit kombëtar, predikime të tilla që pse duhet të shkojë rinia në luftë, se vritet e ardhmja e dheut. Pse duhet të luftojmë? Se do na digjen fshatrat, ndërsa gjermanët, po janë në kalim, ato do të ikin vetë. Por populli nuk ja vuri veshin këtyre predikimeve. Po çdo të kishte ndodhur, sikur të shkonte pas këtyre predikimeve, mundet që nuk do të ishin vrarë 28.000 dëshmorët. Mundet nuk do të ishin djegur fshatrat tona. Mundet të mos ishin prishur portet, urët e Shqipërisë. Por mbi popullin ton do të mbetej një turp i përjetshëm. Sepse në fund të fundit populli shqiptar do të kishte marrë anën e të humburve. Do të kishte përfunduar me gjermanët dhe italianët, pra me humsit e luftës. Dhe mëtej, ndoshta, pas luftës, Shqipëria do të ishte ndarë, do të ishte coptuar,
do të ishte ndarë midis Jugosllavisë dhe Greqisë, të cilët ishin bashkuar me frontin e fitimtarëve. Dhe pas lufte, duke parë që ky vend nuk mori pjesë në luftë, sepse ndej bashkë me pushtuesit, me siguri do të përfitonin nga rasti për ta coptuar. Dhe dihet tashmë që ka patur qarqe të ndryshme politike në Athinë, në Beograd, që e kanë kërkuar gjithmonë ndarjen e Shqipërisë, coptimin e saj. Tani mund të flitet ndarja është një fjalë e haruar, e hedhur tutje, apo gjithmonë ka kohë për t'u kthyer kësaj çështje? Gjithmonë rreziqet ekzistojnë. Por unë besoj që tashti ato rreziqe nuk janë më aq të kohës, duke marrë parasysh se edhe vetë populli ka nxjerrë një eksperiencë të madhe, dhe këtë eksperiencë ja dha dhe lufta nacionale shqiptare, por duke marrë parasysh njëkohësisht se edhe ndryshime kanë ndodhur në politikën, në gjeopolitikën e përgjithshme të botës sot. Unë doja të ndalonim pak ke protagonistët e luftës nacionale shqiptare. Zotja Pazarmenji në intervistë gjatë televizive është shprehur se qëllimi vërtet i partizanëve nuk ka qenë lufta kundër gjermanëve, por shkatërimi i vetpallistëve, dhe kjo për të mos ndarë pushtetin. Të them marrëzi është kollaj, është e lehtë. Po unë do të thoja është një gënjeshtër, një mashtrim që përpiqet të bëj Abaz Ermenji për të mbuluar bashkëpunimin që ka patur balli kombëtar me pushtuesit e ndryshëm. Qoftë me pushtuesit italian, që është konkretizuar me një marrëveshje që pa të bërë Ali Këlcyra me generalin Dalmaco, qoftë me pushtuesit gjerman, kur forcat e ballit kombëtar dhe konkretisht edhe të Abaz Ermenjit, bashkë me gjermanët, kanë marrë pjesë në operacionin e dimrit kundër partizanëve. Partizanët shqiptar nuk kanë dashur të bëjnë luftë me ballin. Përkundërzi, qysh në fillim, Fronti Nacional Shqiptar që në pesë i bëri thirrje popullit për bashkim. Bashkim pa dallim feje, krahine dhe ideje. Pra, asnjë faktor nuk e pengonte dhe nuk do ta pengonte një bashkëpunim me ballin kombëtar, në qoftë se balli ishte i dispozuar të luftonte. Por fatkeqësisht balli kombëtar nuk që i dispozuar dhe nuk bashkëpunoi, po bashkëpunoi me pushtuesit kundër lëvizjes nacionale shqiptare. Megjithatë, përsëri Abaz Ermenji ka ngulur që nuk ka qenë balli kombëtar bashkëpunëtor me okupatorët, por banda të veçanta të tij, si kundër kanë pasur edhe pjesë partizanësh, pjesë me partizanët që kanë bashkëpunuar. Sërish nuk mund ta marrin si bazë historike këtë thënie? Nuk është historike, sepse janë udhëzimet e vet ballit kombëtar, të vetmit atë frashërit, që jep porosi komandave të ballit, për shembull në Korçë, që bashkë me gjermanët të punojnë, të luftojnë për zhdukjen e bazave partizane dhe qetave të partizane në zonën e Oparit. Këto janë dokumente që gjenden në arkivin e shtetit, të firmuara nga vetë ish kryetari i ballit kombëtar. Pra, nuk është çështje se bandat e veçanta. Ishte një vije përgjithshme. Në fund të fundit, ku e kishte qendrën balli kombëtar? Ishte në Tiranë. Në Tiranën e pushtuar nga gjermanët. Thuhet që u nis këto ditë në gazetë lexova një batalion i rinisë së ballit për të luftuar në Kosovë kundër serbëve. Nga u nis, nga Tirana. Me çfarë shkoi? Me kamiona. Në çrrug, në rrugën Shkodër, Tiranë, Shkodër, Kukës, Prizren. Kush e zotronte në atë kohë këtë rrugë? Kush ishin ata që kontrollonin lëvizjet? Ishin gjermanët. S'ka ndodhur ndonjëherë që në një repart partizanësh të kalonte nga një qytet në tjetrin nëpërmjet gjermanëve edhe të mos kishte psuar goditje vdekje